Të çik për volebollin shqiptar miqtë mi, që arriti në pikën më të ulët. Unë e di për këtë. Jo se është ka qenë lart voleboll. Unë kisha përgatitur temp për vete këtë, pra dëgjon ti me çdo bëj, po me çdo vonohet, po e ndaj me ju. Edhe unë kisha për ato, avash. Një volebolliste e mirënjohur ekipit të mirënjohur të Dinamos, shpallur që Jo, u pezullua nga loja. Pezullua nga loja sepse dyshohet se ka marrë substanca. Jo, dyshohet se është burrë, çfarë substanca. Dyshohet se është burrë plak. Domethënë, në ca për mua problemi ishte që e pezulluan direkt. Po, pa pritur. Jo, po jo, ç'është pezullim? Ke dyshim, ke kështu merre minjan, thua ore shiko. Libanonën. Pezulluan direkt. Problemi është që e pezulluan e bën publike gjën, po ti dal ose mund të mos jetë. Po si doli në intervistë. Dal ose ka burrë. Mërzitet i shoqi. Se shumë gjuna në intervista. Gjuna, ja tha se shumë gjuna ka qenë ofenduar. Për mua ofendimi më i madh që ishte bërë atij njeriu është që ka lendur në Brazil dhe vjen luan me Dinamo në Shqipëri.